A di që do përdorim vajnë tema dhe rozmarinën e batshës tonë. Dhe di që do bëjmë? Fruta deti. Të shpa fute surratit ma të përza. Do bëjmë vaj për flokët, o, gjytërim. Ma më qikë mua të gërshërën. Ta të bëjmë një gjë. Ma më qikë pa? Është gërshon kasite kjo, si rëgër për punë. Ma më qikë. Please. Sa i shpifur është morë zoti madh. Për që? O, zoti Kush madh. Andrea? Ti more që bën ashtu. Që bërë me groksiva? Si duron ajo kleatër shë ku bën? Ja bën ashtu në suratin, ftyrë kështu. Kështu si idiot ja bën? Ale më rati. Ja? Me paka të gërshërë, ma. Ma pëse u mërzita shumë të shi. Se përna dhe më koka. O, gaj! Shko si ikën të kura këti trurit që është tharë. Ska pas uj. Po qa bënë mëse nuk bët me ata, ajo s'ta shi spresin me ato gërshërë. Spresin më gërshon? Po. Spresin më. Sa mirë kam bërë besë. Ja. Shumë bukur. Ja. A ga të lutë, ma bitë do lastik më burë. Dhe që të bëj? Gomat e karrocës. Bëjë i kalë, pastaj. Më përnë sytë. Mes Prishtinës, mes Prishtinës. Atëherë, miqtë të dashur, këtu Zonë i kutruj. Tu kemi mbledhur rozmarin. Te ky tas i bukur, ja shiko. Sa bukur në gjatë. Kemi mbledhat këtu të baqa jonë e dashur, se ne qas kemi në gjik rozmarin, rigon dhe në gjitha. Rigon s'kemi, po gënjeve. Edhe këta shikto, këto kokat e rozmarinës kështu, do t'i presim gjitha, qëk, do t'i hedhim në një tenxhere. Të janë pasojat pra nga mungesa e cigares pra njeri ju kur i mungon duani, fillon bot, budalache, ja kemi një rast që është shumë i freskët. Ja, pra, do t'i hedhim këto koka të rozmarinës. Jo, është ta ki pëpri cigaren ti? Në një Po shpise, dini që bëjmë tenxhere, duani? Po, e di që urejnë kur bëj kështu si idiota. Po nuk kam qa bëj, se kështu është situata këtu. Se ma ke ndërprer 7 herë do mlesh tashi? Do t'i hedhim këto në një tenxhere. Dhe do t'i lëm të zi. Pra, si sot populli, mendja është gja e madhe, pra. Kur të rënë mendja, kemi probleme. Pusha. Dhe do t'i lëm të zjenë për 10 minuta. Deri sa të nxjerrin ato. Do filloj me vezët. E do bëj këtë, qish do bësh? A di pëtove si qish do bësh? Të bëvë kërpa. Në gjo pak. Do më ndërpresësh më tashi se për zotin po më shpërqendron. A ka mundësi se po presin vajzat aty për vajnë e flokëve si krijohet. Tani, si që thash dhe njerëz se nuk do e përsëris më, këtu kemi marrë rozmarinat i kemi kutur kështu afër kokës,
Pra, do t'i... janë rozmarina VIP, janë rozmarina VIP, sepse janë të ferma VIP, shko sa të njërën, sa të janë ferma VIP-she. Janë ferma VIPs. Janë rozmarinse. Tani, do t'i marrim këto Rinat, dhe do t'i hedhim në një tenxhere që do valojnë me ujë të nxehtë, të val, për 10 ose 12 orë. po, 10 ose 12 minuta. Gjerë rasin bëjt thirje, ju lutëm, gjitha recipeta që nuk ju duen, sillni këtu që të marrim lastikun dhe të bëjmë lastiqe. Hajtë se do të ndihmojmë, ndër që doja marrim gocave dhe ja qefim. Më të pojë polë të zejtë, që vete në ato? Ku? Big Mom duhet, më dojët. Po që a thuma jo është për të kap albatros. Qenë këto albatrosa me si marrë veshën? Albatrosi? Jo. Është shpendim me krahët më të mëdhaja. Më të gjata. Ma ke ndërprer 50 herë! A gatu të më thësë, sa minata të marrë më përshë, sa po e bonë? Basi kemi zjerë për 10 deri në 12, shumë bukur, 10 deri 12 minuta, do t'a lëm ujin. Beqare. Pra uj nuk duhet të martohet, pra duhet jetë beqare. Po, do rri beqar për diku te 5 minuta. Mbas 5 minutash, nuk do jetë më beqar, sepse do vi motor vaj ulliri. Do t'i martojmë të dyja së bashku, pra lëngun e rozmarinës me motor vaj ullirin. Që e kemi nga Pema. Po, do marrim ca kështu shishe të vogla ose kavanoza të vegjël, të cilët do të hedhim lëngun e përftuar nga këto të dyja. Kjo është një kurs shumë e mirë për rënien e flokëve. Kjo është një kurs anglistes, pra që ndihmon në B3. Kjo është një kurs shumë e mirë që ndihmon për rënien e flokëve, për forcimin e flokëve dhe për zgjatjen e flokëve në një kohë rekord. Pra, kjo është kraba e cila e kemi marrë nga Greqia, e kemi lënë për... Eksperimenti dytë. E kemi lënë për më shumë se, le të themi e thënë ndryshe, a kupton? E kemi lënë për një kohë të gjatë, a kupton? Dhe ka ndikuar pozitivisht në këmbësitmimin e kësaj krabe. Kraba shërben, për të kapë zogjë, për të kapë sora që tu kemi me shumicë, dhe jo vetëm. Që të i bësh sorave? Një pyetje nga publiku që ata po e pysin, po ti nuk po e gjanë. Sorën. Sorën do bëjmë me sorën. Kur s'ke pullën? Po qish do bësh? Jo. Do hash sorën. Jo, nuk është e vërtet, jo, nuk i besoj ti. Parimi sorën nuk hahet pas të arsye. Pra kur s'ke pullë, edhe thjesht ngelesh... Pa pullë. Po, ngelesh pas gjë. Por, sora, duke qenë që na hanë vezët gjithmonë, na ka hongër mbi që nga fillimi i fermës, e deri tani, sora na ka hongër mbi 187 vezë dhe 3 pula. Kur ti hëngër të 187 vezë, ti 187 vezë si ke marrë gjësej. Ti ke marrë gjësemi. Që kur je fut. 29 copë. 3 pula. Po, është e vërtet, në fakt. Pulët tona që ta dini, bëjnë 29 deri në 30 vezë në ditë. Në kokë, për se cilin. Kështu. E ke patë të Tom and Jerry atë. Që bën malin me vezë, ashtu. Edhe fillon pasaj në sfond, malet me blerin bulu, plot me bukurin, bum. Malet me blerin bulu, plot me bukurin. Dhe shqiptarët të bashkuar dalin për... Po është... Ja, dhe aji është ylli, bof mirë që po hanë bukë, pra që... Po, a kupton. Pra, të nderuar miq, kemi 2 shpiket e ditës së sotme, një janë duelet që
ka bërë për të vrarë sorrat, që nuk e di se për çfarë do t'i vrasë sorrat. Po kjo imja është shumë më mirë, do ta bëjmë. Pra ne kemi motën vrit një sorr, shpëton një vezë. Çfarë? Vllai im Andueli, brazeri im, është një njeri mjaft idiot. Domethënë, por ndonjëherë idiotët si puna ime dhe Anduelit ka një ide shumë të veçanta, ndryshe nga njerëzit normal. Tani do ta zjem këtë. E të lutem, ndërkohë që shkon me zi, do ma sjell dhe fshesën, ta fshi këtë vendin apo ta lek shumë? Po, do ta fshish, jo do ta marrësh dhe fshesën vet. Okej, në rast se më thua kështu do ta fshish, do marr fshesën vet, nuk do ta bëj. Si? Do. Re. Ne pra. Nuk e bra. Po, në rast se ti do të pish disa pompa cigare, do ta fshish ti. Mos më bëj mua kështu tash. Okej, ne pra. Ska cigare. Merë fshije tash. Ne nuk dua të fshi. Mos më bëj më kështu ti. Do ta fshish o vlla, se ke bërë ti po të them. Ashtu po mirë, unë për më bërë gjë në pisim. Se del dhe keq se publiku, thon ç'është ky çun kështu. Ky çuni që ta Si dini. vjen zor, thon, që ta sa i dini ju i preferuar dashur. ston, thon. I thot ky Çamër? asgjë. Po më rihet veç me ty. Ko fshesa? Ja këtu ke xhepi. Pa e ku që e kam i, pëlleme se këtë kjo marron. Ah, Pa shkova dhe ati se more. ja, po të ndihmoj pak. Merë aty si bëhet ple. Së më rrinë durët a këtu njëse. E lume e bushe të marë mjese. Lumë, zot, lumë, qa lumit, lumë dhe liqen. Lume dhe përua. Që e pa këmbën Anduel? Shpes më mu shtërmbu fort shumë më shtënej. Ngri, mor, ngri, si lopje. Qërë ofendimi dak. Bullizëm, kjo është bullizëm, je si lop. Na falni familjarët e Anduelit, na falni keja, po shë vërtet se Andueli është si lop. Mos pri më pra ta shishi si e bën ka... Na. Jo, se bënë për sytë balë dhe thjesht e kësha vendur që në fillim. Mi marrë ta prezon që ka të se kam qef. Merë. Shqip. S'ko gjë. I të shitën në. Pra bazite ishë një bazite konstruktive që ndikoj pozitivisht në O, Anduel! Mirë shu? Malet me bërin buluar, lot me bukurin, dhe Shqiptarët të bashkuar dalin diri. Ua, sha druri ka lajkësia super but. Anduel meri dhe këtalen. Aman meri super. Si që bërë ti pra se unë në kisha ndarë. Na.